një emër që do të ishte i pranuar për të gjithë dhe do të anashkalohej shkuarja në zgjedhje dhe thua se sikur të gjithë ishin të gatshëm për të shkuar, edhe pse sipas mendimit tim një pjesë e mirë e subjekte politike, kryesisht ato opozitare, nuk është se kanë bërë një gjë të madhe për ta bindur elektoratin pasi që ka qenë një periudhë shkurtër kohore, pra nuk është bërë, nuk kemi ndonjë reformë brenda subjekte politike, nuk kemi ndonjë personalitet që... Për në fakt, ka diçka ndryshe, kësaj radhe, zotri Veliu. Do t'jetë në garë ish-presidenti Osmani, e cila është rikthyer në një farë forme në LDK, është parë se listës, a nuk e shihni këtë si risi? Ka diçka një risi... Se nuk ka marrë pjesë në zgjedhje që prej, ndoshta viti 2021. Është fakt se kemi disa ndryshime, kemi futjen e Partisë Social-Demokratike në garë, kemi tani edhe arritjen një koalicione në mes të një marrëveshje në mes të Partisë Demokratike dhe Nismës Social-Demokratike. Pastaj është edhe rikthimi në garë i ish-presidentës, e cila vetëm nuk e ka provuar asnjëherë si e vetme në garë. Si bartse e listës kësaj radhe është? Kësaj radhe, po pikërisht është kjo bartse e listës që para 5-6 vitësh ikun nga lidhja demokratike e Kosovës, vetëm për të bërë presidente e Kosovës me lëvizjen vetëvendosje dhe gjithçka shau e fyu atë subjekt politik. Dhe tani, në momentin kur ajo nuk merr besimin, nuk merr votat e lëvizjes vetëvendosje, kërkon dhe sërish kthehet në subjektin të cilin paraprakisht e kishte shkatëruar dhe... E konsideroni që e ka shkatëruar? Po, definitivisht se kishte një ikje masive të elektoratit në vitin 21 nga lidhja demokratike e Kosovës. A mund ta kthej atë ikje të elektoratit? Jo, unë jam shumë i bindur që jo që nuk do ta kthej, ajo është një gjë që ka ikur dhe nuk kthehet më. Mirë po, këtë do